Të nderuar koleg, nderuar qytetar, besoj, ka mundësi ju lutem. Do marri nisësh dhe flas. Zotin Albati, ju lutem, po e shkelni kodin e sjelljes me gjitha këmbët. Ju lutem shumë. Bylykbashi, ju lutem vazhdoni. Lutem kohë nga fillimi. Të nderuar qytetar, çështja që kemi për diskutim është krejt formale, aderimin në një traktat, i cili shërben njerëzve me një aftësi specifike të kufizuar, po unë jam i sigurt që nëse buxheti i shtetit do të shpenzonte shumë herë më tepër për këta njerëz, të cilët për të gjithë shtresat në nevojë, aq para sa i marrim nga xhepat me taksa, jam i sigurt që situatën, gjendjen e tyre do kishin shumë më të mirë. Dje, jo më larg se dje, pata një bisedë me një koleg qytetar, intelektual, me eksperiencë, i zgjuar, i cili më përmblodhi në 3 pika, të cilët unë besoj ja vlen që ti ngre këtu me ju. 3 çështje që e kanë përshkruar qeverisjen tuaj gjatë tyre 12 vite. E para, me shprehjen e famshme dhe ndoshta gjën që realizoi më shumë Edi Rama, kryeministër, kur tha ditën e parë, tha, nuk keni parë gjë akoma. E ka plotësuar pik në pik. Nuk ka lënë gjë. Ne u çuditëm në fillimin e këtij sesioni me faktin që tashmë ka edhe një ministër virtual, Diella. Por kur pam komunikimet online të zëvendës kryeministres, kuptuam edhe si funksionon kjo gjë. Se si funksionon mënyra si paraja shqiptarëve mund të zhduket, përvetësohet në mënyrë kriminale, jo thjesht korruptive, siç ndodh me këtë buxhet. Nuk ka njeri që nuk bie dakord që minimumi i korrupsionit, minimumi konservator, është 25, 20 deri në 30%. Bëni llogarinë e buxhetit shtetit, merrni vetëm investimet, aplikojeni këtë 30% dhe kuptoni se po flasim për qindra miliona euro korrupsion në vit me një buxhet. Shumëzojmë numrin e buxheteve, kuptoni sa para janë marrë shqiptarëve. Po flas vetëm investimet, asgjë tjetër. Nuk keni parë gjë akoma dhe ne kush e di çdo shohim është vetëm sa është hapur kutia e Pandorës me emrin Balluku. Mund ndroj dhe shpreha. Sepse do çuditemi për ditë më shumë. Dhe kjo në fakt nga ana tjetër ka një emër, është Edi Rama. Se e ka paremruar ai, do them pak më vonë diçka tjetër. E dyta që më tha është shprindërimi. E pyeta ore çfarë do të thuash me këtë? Prindrit që po largojnë fëmijët e tyre. I largojnë për të studiuar se këtu nuk kanë shpresë që marrin ndonjë arsim. I largojnë për të punuar se këtu nuk kanë punë. Por edhe kur janë në gjendje i largojnë se ky nuk është vend. Pra prindrit nuk janë më prindër se i kanë larg fëmijët e tyre. Tani kjo nuk është histori opozitash, dhe histori këtej, dhe votuesit tuaj kanë këtë histori. Që i kanë fëmijët jashtë, larg. I shohin rradh, vdesin pa i patur aty pra. Se ky vend, që ka vend për shumë herë më tepër se që jemi ne këtu sot prezent, jo, nuk ka vend se s'ka mundësi. Dhe e treta, e cila këtu do shkoj pak më gjatë, e treta ishte privatizimi i shtetit dhe shtetëzimi i privatit. Brillante. Tani do ja them pse. Urdhër 257, mos gaboj, se ashtu lexohet, i nëntorit 2014. Për marrjen e masave për kryen e procedurave për dhënien me koncesion, partneritet publik-privat, të punëve dhe shërbime publike të identifikuara si të mundshme. Ky është urdhër i kryeministrit. Urdhër. Dhe më pas thot, ministrit thot, kanë detyrimin ta zbatojnë këtë urdhër. Numri i ministrive të përfshira është 9. 9 ministri. Do lexoj listën unë tani. Por është praktikisht, si thua, gjithë shteti brenda i përfshirë. Koncesion ose PPP për gjysmën apo më shumë të qeverisjes publike.
që sipas kushtetutës në eni 2 thot, populli ushtron sovranitetin në brenda përfaqësuesve të tij ose drejt për drejt. Përfaqësuesit zgjedhin Këshillin e Ministrave, i cili sipas nenit 100 përcakton drejtimet kryesore të politikës përgjithshme shtetërore, më pas i ekzekuton ato dhe thot 102.4 thot ministri brenda drejtimeve kryesore të politikës së tij politikës përgjithshme shtetërore drejton në përgjegjësinë e tij veprimtarinë që ka në kompetencë. Kryeministri jep urdhër, çfarë ken kompetencë, privatizoje. Shtetin privatizoje. Tani dëgjoni pak listën që ka identifikuar ky urdhër, që jep urdhër ministrave për tu privatizuar. Çfarë? Kontrolli bazë mjekësor, shërbimi dializës, shërbimi furnizimit të instrumenteve kirurgjikale sterilizuara. Ju tingëllojnë koncencione këto? Dhe qindra miliona nga mbrapa? Track and trace për barnat, shërbimi kombëtar i urgjencës mjekësore, furnizimi me oksigjen i shërbimit spitalor publik, shërbimi laboratorik spitalor, administrimi i një spitali rajonal, administrimi mbetjeve spitalore, ndërtimi i ndërcentralit dhe prodhim energjie HEC-Skavic, menaxhim privat i OSHS, digitalizimi databazë të dhënave ekzistuese sismike për eksplorim dhe realizimin sismikave të tjera. Reforma e shërbimit veterinar, reforma e sigurisë ushqimore, edhe kjo me koncencion, reforma shtetërore, prodhimi bujqësor, peshkimi, grumbullimi dhe administrimi diferencuar i mbetjeve të institucioneve qendrore dhe varësisë tyre, grumbullimi dhe administrimi diferencuar i mbetjeve elektronike, grumbullimi dhe administrimi diferencuar i mbetjeve elektrike, grumbullimi dhe administrimi diferencuar i mbetjeve nga ambalazhet, ju tingëllojnë to historirat e mbetjeve ju, sepse sa ka kalu dhe ligji. Grumbullimi dhe administrimi diferencuar i vajrave të përdorura, grumbullimi dhe administrimi diferencuar i mbetjeve organike, grumbullimi dhe administrimi diferencuar i mbetjeve dhe makinave në fund të jetës, grumbullimi dhe administrimi diferencuar i gomave të përdorura, koncensionin vete, se cila, grumbullimi dhe administrimi i diferencuar i baterive, planifikimi, ndërtimi, depozitimet mbetjeve të ngurta, gjithë historinë inceneratorësh, mbetjesh, etj. Qindra miliona kanë paguar deri tash shqiptarët. Planifikimi, ndërtimi i inceneratorit për prodhimin e energjisë nga mbetja organike. Ja u e keni, 2014. Pastrimi, drenazhimi i lumenjve dhe deltave nga mbetjet inerte dhe administrimi i këtyre mbetjeve. Përdorimi, administrimi dhe rehabilitimi i burimeve ujore me koncesion ose PPP. Përdorimi, administrimi dhe rehabilitimi tokës, pyjeve, parqeve si dhe të gjitha produkteve të tyre. Ripyllëzimi i zonave të mbrojtura. Shërbimet sociale, për investime në shtëpitë e moshuarve, shtëpitë e fëmijës, qendra zhvillimit për personat e tjerë, pra këto çështje. Shërbimi punësimit, marrëveshje me kompani të ndryshme private për të investuar në hapjen e zyrave të reja moderne për punësimin në 36 rrethet të Shqipërisë. Partneritet me kompanitë private për hapjen e shkollave të reja profesionale dhe për modernizimin e hapjen e profileve të reja të studimit të qendrave të formimit profesional. Në turizëm, për investimet në fushën e sipërmarrjes turistike, si hotel, komplekse turistike, struktura akomoduese, koncesion. Për shembull, historia e portit Durrësit. Ju thot gjë për këtë gjë? Marrëveshje trepalçe në lidhje me kreditimin e lehtësuar për strehim si pjesë e programeve sociale të strehimit, dhe kjo me koncesion. Qeverisja normale publike, koncesion ke privati. Ndërtimi banesave nga privat në trull shtetëror në funksion të zgjidhjes afatgjat problemet strehimit në përputhje me planin përgjithshëm urbanistik. Në portin e Durrësit keni hequr dhe detyrimin për strehuar, po i prishin shtëpiat me projektin tit aty, i nxjerrin rrugë, ama ke ajo që është detyrim shtetëror, jo, është me koncesion. Ndërtim dhe menaxhimi i landfilleve, ku pala private siguron tokën, ndërtimin dhe menaxhimin të pala publike siguron kontratën bashkëpunimit. Pra dhe landfillet me koncesion. Koncesion për mirëmbajtjen, operimin dhe përmirësimin e ato koncesion. Kardhiq Delvin, Thuman Vor, projekti shorteut kuponave fiskale dhe projekti kadastrës fiskale. Mbledhja e borxheve të vjetra në detyrimin e përgjithshme të tatimeve nuk është diskutuar dhe nuk është avancuar me diskutimin e kësaj pike, por mbetet një fushë e mundshme, thot urdhri i kryeministrit. Dhe rendit gjysmën e qeverisë. Pra ne kemi
privatizimin e shtetit, por kemi dhe shtetësimin e publikut, sepse kjo mënyrë qeverisje dhe centralizimi i pushtetit nuk ka bërë gjë tjetër se të gjithë duhet shkojnë atje. Hapni dhe lexoni deri aq sa edhe raportet e Odirit kanë kuptuar që po përdoret shteti edhe privati për të ushtruar presion. Pse? Se nuk kanë ku shkojnë tjetër. Piramida e përqendrimit pushtetit prodhon vetëm këtë situatë. Dhe ju sot, për ta mbyllur, dhe ju sot e keni kthyer qeverisjen e shqiptarëve nga detyrimi kushtetues ku jepet llogari me votë. E keni kthyer qeverisjen nga një detyrim publik, përgjegjësi me votë, llogaridhënie me votë, ku bazohet në kushtetut dhe në drejtën publike, e keni kthyer në qeverisje me kod civil me kontrata. Po kujt do t'i japin llogari? Deputetët dhe qeveria. Për fajet e kujt? Qeverisë apo të privatit? Po si kuptohet demokracia në këtë histori? Si mund garantohet që vota e ndan përgjegjësinë? Jo, nuk është e ministrit, është ati privati tjetër. E kuptoni apo se kuptoni? Është një logjik e tëra, kriminale, jo korruptive, po për t'i grabitur buxhetin e shtetit shqiptar ta bësh privat dhe më pas privatin ta kthesh shërbëtor shtetit. Fjalën e ka zonja Kiduina Zaka dhe të përgatitet. Po kemi fillu pra tani po diskutojmë projekt ligjin. Po ke fjalën zoti Balliut.